Rritet mbështetja që Bashkia e Korçës u jep familjeve pa të ardhura ose me të ardhura shumë të ulta, sa i takon strehimit të tyre nëpërmjet programit të subvencionimit të qiras. Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak të Korçës, është vendosur që për vitin 2026 Bashkia të mbulojë një vlerë më të lartë qiraje për këto familje. Për vitin 2026 kemi një ndryshim të nivelit maksimal të qirasë. Garsoniera ka qenë për një mbështetje deri në 7.000 lekë, bëhet 8.350. Apartamenti 1+1 ka qenë 12.000 lekë në muaj, bëhet 13.500. Apartamenti 2+1 ishte 15.000, bëhet 15.600. Apartamenti 3+1 mbetet në kuotën që ka qenë 20.000. Pra, në këtë material evidentohet saktë rritja e mbështetjes që jep Bashkia e Korçës për zbatimin e këtij programi, siç është subvencionimi i qiras, dhe që vjen kryesisht për familjet me të ardhura shumë të ulta ose pa të ardhura. 25 familje kanë plotësuar dokumentacionin brenda afateve ligjore dhe janë miratuar nga këshilltarët për të përfituar nga subvencionimi i qiras për gjithë vitin 2026, tashmë me vlerat e reja të miratuara, ndërkohë që edhe qytetarë të tjerë që plotësojnë kriteret mund të kryejnë aplikimin pranë bashkisë dhe të përfitojnë nga ky program strehimi.